Qëllimi kryesor i konkursit është rëndësia e gjuhës shqipe. Në fakt, gjuha shqipe është identitet kombëtar, por nga ana tjetër është edhe ajo ndërmjet së cilës përcillen vlerat tona kombëtare, formsohen mendimet dhe komunikojnë nxënësit me njëri tjetrin. Zhvillimet teknologjike në fakt që tashmë të gjithë jemi dëshmitar, na imponojnë që nxënësve tanë t'ua mësojmë për ta shkruar dhe për ta trajtuar mirë çdo fjalë të gjuhës shqipe në mënyrë që të mos cënohet asnjë mendim në momentin që komunikohet, qoftë edhe komunikimi në rrjetet sociale që është shumë i rëndësishëm. Ditët e sotme, ruajtja e gjuhës shqipe vazhdon të jetë sfidë dhe qëllimi kryesor i këtij konkursi ky është në mënyrë që të ruhet gjuha shqipe, të ruhet identiteti jonë kombëtar. Është sfidë pasi sigurisht janë gjuhët e huaja ato që janë pjesë kryesore e komunikimit mes nxënësve tanë, por sigurisht janë edhe ato shkurtimet e fjalëve që shpesh herë nxënësit kur arrin një farë niveli nuk ja dinë edhe kuptimin e shkurtimeve dhe pikërisht qëllimi i këtij konkurrimi është që çdo fjalë e gjuhës shqipe të jetë e shkruar dhe e sqaruar qartë kuptimi i saj, sigurisht përmes këtij konkurrimi.